lidhje me perëndimin, si reflektojnë edhe ndryshime në qeverinë e Iranit? Po tani kemi një qeveri të re në Iran, kur filloi lufta në Gaza dhe në Liban, kishim një qeveri më konservatore. Ata din të rezistojnë kundër SBA-s, mirë po kjo qeveria e re që ka është sot në Iran, konsiderohet më reformatore, dhe ata do të kishin dashur që të shuhet ky konflikt dhe të kenë një bashkëpunim me SBA-n, po jo vetëm me SBA-n, edhe me Unionin Evropian, apo në përgjithësi me Perëndimin. Ata besojnë që nëse ka paqe në mes tyre, kuptohet që ekonomia e Iranit do të zhvillohet. Mirë po si duket, kjo qeveri nuk ka mbështetje, sidomos te parlamenti i Iranit, të cilët janë konservator, dhe sidomos te lideri suprem, Hamanei, i cili don të vazhdoj rrugën e rezistencës, të dalë në ndihmë atyre grupeve që rezistojnë Izraelit, dhe kuptohet që Perëndimi do të kishte dashur që të gjithë në Iran të mendojnë si kjo qeveri me në krye të Pezeshkian. Mirë po Pezeshkian mbas situatës që u ashpërsua në Liban, edhe ai nuk ka mundësi më që të mbajë një politikë më paqësore me SBA-n, dhe si duket tani edhe qeveria e re e Iranit është në një vijim me politikën e liderit suprem, dhe ata janë të gatshëm që të rezistojnë Izraelit dhe SBA-s, dhe si dëshmi më e mirë ishte që para 10 ditëve apo 2 javëve, më 1 tetor 2024, Irani e ndërmori atë veprim kundër Izraelit. Qartë, zoti Dauti, ndërkaq, në konfliktin midis Izraelit dhe Palestinës, a mund të themi se tashmë po luajnë edhe rol ndërmjetësuesit pra në vendet e Ngjirit? Po, ato luajnë si ndërmjetësues për shkak të rrezikut që u kërcënohet qeverive të tyre. Më e prekur nga kjo situatë është Jordani, për arsye se gjatë sulmit të Iranit kundër Izraelit, hapësira ajrore e Jordanit u shfrytëzua nga aeroplanët e Izraelit dhe bazat ushtarake amerikane që janë në Jordan, ato u përpoqën që ti ndërpresin raketat që ishin drejtuar drejt Izraelit prej Iranit, dhe kuptohet që populli tani e ka kuptuar se qeveria e tyre është në shikim të tyre një qeveri tradhtare, që vetëm i ndjekën interesat e perëndimorëve në dëm të popullit palestines. Ne duhet këtu ta kuptojmë që në Jordan gjysma e popullatës është me prejardhje prej Palestine, dhe kuptohet që ata irritohen nga kjo situatë. Prandaj edhe kur para se fillon sulmi i Iranit kundër Izraelit, ministri i punëve të jashtme i Jordanit ishte në Iran dhe ju tha atyre që nëse ju e sulmoni Iranin, ne jemi patjetër të detyruar që të ndëgjojmë amerikanët dhe mos lejojmë që hapësira jonë e Jordanit të shfrytëzohet nga raketat iraniane. Pra ata janë në një situatë të vështirë, por kuptohet që presioni është i madh në Jordan nga populli që ta ndryshojnë politikën. Prandaj dhe Jordani dhe shtetet përreth, sikur është Emiratet e Bashkuara apo Arabia Saudite, përpiqen që të ndërmjetësojnë në mes Perëndimit dhe Iranit që mos përkeqësohet situata, për shkak se ata nuk janë të sigurt që nëse eskalon situata në lindjen e mesme, çka të ndodh me qeveritë e tyre, të cilat nuk kanë mbështetje të fuqishme tek popullata, por janë shumica diktatura dhe nuk kanë erdhur në pushtet nëpërmjet zgjedhjeve të lira. Kjo po ashtu mund ta përmendim edhe Egjiptin. Edhe Egjipti sundohet nga një diktaturë, nga prezidenti Sisi, i cili erdhi në pushtet nëpërmjet grushtit të shtetit, dhe kuptohet që edhe ata ndërmjetësojnë që mos përkeqësohet situata, se mund të vjen edhe në protesta në popull, në kryeqytetet e atyre shteteve, dhe të shfrytëzohen këta protesta për ndrim të qeverisë. Pra është në interes të shteteve arabe të lindjes së mesme që mos eskaloj situata, edhe pse disa shtete do të kishin dashur që SBA-ja të sulmoj Iranin, për shkak se e shiqen Iranin si një shtet konkurrent, një shtet që ka një zhvillim ekonomik dhe ushtarak, dhe frikojnë për të ardhmen e tyre, se ndoshta në një të ardhme të afërt
Irani do të zgjerojnë ndikimin në lindjen e mesme, mirë po janë në dilem, ata mbështesin SBA, apo të mbesin të neutral, dhe ata tani kanë vendosur që të mbeten neutral dhe mos e eskalojnë situatën për shkak të rreziqeve të mundshme të pushteteve apo pushtetit dhe qeverive të tyre.